Përshëndetje miq, ja ku rikthyem sërish në Arti. Jemi me 3 të ftuarit ton në pjesën që Arti i rezervon debatit, Elvana Gjata, Dorian Gjoni dhe Anjeza Shaini. Do të vazhdojmë të flasim për muzikën dhe mbi gjitha muzikën live. Pra siç tham, qëndrojmë tek Top Fest, ishte një rikthim. Top Fest ngelet një rikthim i muzikës live. Por mendoni ndërkohë që publiku është të mbi ngopur nga playbacku? Kemi një mbingopje të spektatorit. Elvan? Po, është në këtë rast është për të thënë lavdi Zotit që është Top Festi, festivali modern që shtyn artistë të rinj në pjesën e asaj për të kënduar live dhe jo për të marrë iniciativën dhe për të bërë diçka playback, sepse unë kam parë dhe këtë vit një prurje shumë të madhe artistësh të rinj me dëshirën e madhe për të kënduar live, dhe mendoj që festivali ka arritur këtë gjë, ta bëjë këtë ndikim, ta ketë këtë ndikim të artistë të rinj. Dori? Mendoj që ka këndvështrime të ndryshme, i qëndroj 2 këndvështrimeve. Është e vërtetë që muzika live ka ndikimin e vet, jep përparësi artistëve me vlerë, dhe kështu bën diferencën mes asaj të padukshme që ne nuk arrim të shikojmë. Por gjithsesi, mendoj që publiku ynë ende nuk është i gatshëm të perceptojë në tërësinë e vet vlerën e live-it, dhe ndërkohë është i gatshëm ose është në gjendje të shijojë edhe muzikën me playback. Personalisht mendoj që muzika me playback nuk është, si thua, nuk është negative, është pozitive. Varet nga formati i spektaklit. Mendoj që në shumicën e spektakleve edhe botërore, muzika me playback është pjesë e qëndrueshme e showve televizive apo e koncerteve. Po në rastin e një kompeticioni, pra një konkurimi, kjo bën një diferencë, sepse jep mundësinë për të dalluar më shumë vlerat e artistëve që janë në konkurim. Por jo domosdoshmërisht, muzika duhet të jetë live. Pasi duhet marrë parasysh që për të kënduar live ose për të interpretuar live, kërkohet një obligim, një impenjim jashtëzakonshëm dhe një investim shumë i madh, që nga teknika deri tek përgatitja e artistit, të cilët duhet të kenë kohë të mjaftueshme për të marrë veten në prova, me teknikën etj. etj. Anjez? Faktikisht për pjesën e live-it unë do të thoja që ne në Shqipëri realisht po ta marrësh edhe në histori, do të thoja që e kemi nisur live. Duhet të kemi parasysh edhe festivalin radio televizionit që ka nisur live me artistë dhe ka krijuar ato ikona që neve nga cilat ne kemi marrë shembull, le të themi, ka qenë orkestra e madhe e radio televizionit. Mirë po, çfarë ndodh që vetë muzika edhe ka ndryshuar, stili i muzikës ka ndryshuar, janë futur bite, janë futur gjëra të cilat është pak e vështirë ti menaxhosh pastaj në një skenë të madhe. Edhe në radio televizion tashmë është një orkestër e cila nuk është më aq e plot, s'mundet dot kurse si ti thash e plot, dhe pse konsiderohet live. Ajo çfarë unë e shoh shumë interesante në Top Fest është pikërisht kjo gjë, që edhe kjo muzikë moderne që shoqërohet me bite dhe me muzikë pak a shumë elektronike, ndihmon shumë kjo teknologji e re që për fat në Top Channel e kemi. Dhe do të thoja që për sa i përket muzikës live, pastaj edhe artistëve që performojnë live, atëherë kur kanë kushtet, siç e thash ndoshta edhe në pjesën kur isha në intervistë, ata që kanë mundësi të këndojnë live ose që kanë dëshirë ta bëjnë këtë gjë, edhe me pak zë të vogël, edhe me pak mundësi që kanë, jam e bindur që kur e provojnë një herë të kënduarin live, kanë dëshirë ta bëjnë gjithmonë, sepse ka një emocion absolutisht tjetër. Mjafton që atë që ti dita bësh e bën mirë edhe kur je live, nuk do të thot asgjë. Pastaj është pjesa e videoklipeve që ndryshon nga skena apo nga kompeticioni ku konkuron. Pjesa e videoklipeve është ajo që i bën artistin apo këngët më të njohura, dhe janë kompeticione të rralla, janë pak më pak të dukshme. Ndaj dhe vjet re kjo pjesa e playbackut me live-in, këtu bëhet diferenca. Që mezi pritet një festival apo një skenë e tillë që të performohet live. Ndoshta u zgjata pak, por është një pjesë që ndërkohë përveç
përveç vlerave të muzikës live që ne përmendëm, edhe për t'u argëtuar ajo preferohet më tepër. Përmendëm dhe çfarë pak më parë. Do doja dija dhe mendimin tuaj tani. Unë kam punuar live, kam provuar të jem në skenën live për një kohë gjatë. Është shumë e vërtet që adrenalina, kënaqësia që merr publiku dhe vetë artisti në performancat live është shumë e madhe. Dhe këtu mund të bëja të ndërprerjen që nuk ka qasje fare me të kënduar në playback. Sepse kënaqësia është jashtëzakonshme, mundësitë për improvizime dhe për komunikim me publikun janë të pafundme. Dhe padyshim që janë improvizimet ato që dhurojnë dhe emocionin më të madh. Ndërkohë artisti, më fal, për ta mbyllur, artisti në skenën kur këndon live, sidomos në skena jo konkurruese, pra, duke pasur lirshmërinë e improvizimit, fillon dhe rrit nivelin e tij, duke e njohur veten më shumë, nga që duke performuar vazhdimisht, fillon e njeh aftësitë e veta për shkak të lirisë që merr nëpërmjet interpretimit, nëpërmjet emocioneve, përballjes me publikun dhe fillon të shikojë dhe të kuptojë se cilat janë pikat e tij të forta dhe pikat e dobta të cilat mund t'i riparojë. Është ato që doja dilja deri diku. Në momentin që ti bën mbrëmje live, le të themi, se sot në Shqipëri është skena e vetme ku artistët kanë mundësi të këndojnë më shpesh. Janë mbrëmjet e live-it me banda ku luhet dhe aty ndjen vërtet njeh veten, njeh se çfarë është live dhe gjithçka, po jo vetëm artisti vet, po dhe publiku tashmë e ka më të thjeshtë, flas për atë publik që e njeh muzikën dhe që e ndjek. E kupton se e bën dallimin tashmë më shpesh se kush është live dhe kush nuk është jo. Si e ruan Anjeza zërin? Unë ndjem më në siklet kur jam në playback sepse e ndjej që ai publiku po më sheh dhe e kupton që unë nuk jam. Si e ruan Anjeza? Apo si e menaxhon zërin gjatë live-it? Ka ndonjë recetë për këtë? Unë mendoj se receta më e mirë është ajo që tha edhe Dori më parë, njoja me veten, njoja se çfarë të shkon. Kjo vjen vetëm me eksperiencën, kjo vjen vetëm duke kënduar, duke bërë atë që ti bën më mirë më shpesh. Dhe thash, live është ai që madje më ka ndihmuar dhe më shumë. Ndjej diferencën time hap pas hapi gjithmonë, që nga hapat e mi të parë deri më sot. Ndjej shumë ndryshime tek vetja, sigurisht duke përmirësuar ato çfarë unë nuk mund të kem patur më përpara. Lidhur me këtë çështje, pas publikimit të një singulli apo të një videoklipi, Elvana mendon se është e domosdoshme dhe interpretimi i këngës live, jo vetëm në klip apo me playback? Mund të jetë domosdoshme për mua, për të perfeksionuar performancën time në atë vend ku unë e këndoj këngën. Po që të ndikoj në njohjen më shumë të këngës apo në bërjen hit më shumë të këngës, mendoj që të paktën në Shqipëri kjo gjë nuk është shumë e rëndësishme. I flas edhe për emocionin që ti mund t'i transmetosh publikut me improvizimet që tha dhe Dori, e sjell këngën më afër publikut. Sigurisht, të paktën ka diçka, të paktën këngët që unë kam promovuar me videoklipet e mia, mundësia për t'i realizuar ato live është e vështirë, sepse është i tillë stili i muzikës. Dhe më mbetet vetëm pjesa e të kënduarit që ta realizoj live. Kështu që unë mbetem në këtë pjesë, duke qenë se muzika është ende e njëjtë, nuk ka diçka improvizim në pjesën e muzikës live, mbetet që unë të bëj një performancë relativisht të ngjashme me atë çka është në CD apo në videoklip. Dori si kompozitor, është edhe një kurështje imja personale në fakt. Një kompozitor kur niset të krijojë këngë për një videoklip apo një single i cili do jetë në CD playback dhe kur niset të krijojë një këngë për të kënduar live, ka ndonjë ndryshim mes këtyre dy krijimeve, duke u nisur edhe nga fakti që Elvana përmendi rrymat apo efektet që ekzistojnë në klip, po që mbase janë të vështira për të interpretuar live apo të pamundura? Një kompozitor apo një producent, sepse në kohën e sotme kompozitori është i shkartisur bashkë me orkestruesin edhe shkon më tej deri tek çështjet teknike që lidhen me vokalin. Mos aq një producent që me prodhimin e një këngë ku futet edhe kompozimi i këngës,
Patjetër që këto gjëra I vëre që në fillim të krijimtarisë. Disa materiale nuk janë të këndueshme live. Për shkak se rrymat muzikore, stilet muzikore që sot publiku po pëlqen ose po afrohen shumë me publikun, kanë shumë teknologji brenda dhe pothuajse një sër I madh rrymash bëhen të pamundshme për të kënduar live. Kështu që duke dashur një producent të sjellë një prodhim I cili të pëlqejë nga publiku dhe duke ruajtur natyrën e rrymave të cilat janë elektronike, pothuajse është e pamundur që ato ta përkthejnë në formatin live. Por ka dhe këngë të cilat vazhdon publiku t'i pëlqejë stile muzikore, të cilat janë ende në mod, të cilat janë të përshtatshme për live. Dua të bëj një shtesë në bisedën paraprake që lidhet me Elvanën dhe me Anjezën, si shikohet live-i dhe pse neve në një farë mënyre po ndalojmë me theks tek çështja e live-it. Mendoj që duhet bërë kujdes, nuk duhet dhënë një theks I jashtëzakonshëm çështjes live-it, duke e kthyer atë në një moto apo në një tabu. Përpara shumë vitesh, po them në Shqipëri përpara 20 apo 30 vjetësh, po edhe në botë, u këndonte live në 90% të spektakleve për shkak se atëre formatet ishin të tilla. Për të kaluar dhe shumë vite, 60 apo 7 vite më përpara, çdo gjë ekzistonte vetëm live. Ndërsa në kohën e sotme sistemet ku bëhet muzikë, televizionet, diskotekat, ambientet ku shijohet muzika nuk kanë domosdoshmëri dëgjimin e muzikës të luajtur live. Dhe kështu në këtë mënyrë duhet pranuar që për shkak se hapësirat janë të tilla, pra ku ka vend për muzikë me playback, duhet pranuar që si thua fondi I artistëve duhet të prodhojë dhe artistë apo materiale të cilat janë vetëm për playback. Kështu që duhet parë me një sy të pranueshëm. Live-i ka vendin e vet, por patjetër edhe muzika me playback ka një vend shumë të rëndësishëm në krijimtarinë artistike të vendit. Mund të themi sot që radiot tona në vend transmetojnë rreth 90% të muzikës e cila nuk është e luajtur live, është e pamundur të luhet live. Pra neve aktualisht në radio dëgjojmë rreth 90% muzikës dhe mbetet 10% e muzikës që dëgjojmë e luajtshme live. Nga ky këndvështrim pra nuk duhet të gjykuar negativisht playback dhe nuk duhet dhënë theks shumë live-it, por duhet pranuar si një etapë e shoqërisë. Jemi në një etapë të tillë. Përmendë pak më parë disa vende luhet live dhe në disa të tjera kjo nuk është e mundur dhe ekziston playbacku. Mendon se ndikon edhe kostoja e madhe, se padyshim live-i ka dhe koston e saj në aparatura, në për të krijuar një ambient ku këndohet live. Jo vetëm aparatura, po dhe ata që luajnë artistët, profesionistët. Patjetër që ka kosto. Edhe më para e tregova bëra një lajmërim të kushteve që ne kemi. Ne jemi një vend I varfër, pa kushte. Artistët tanë nuk kanë mundësi të kenë në studiot e tyre që të punojnë. Nuk kanë mundësi të kenë në grupet e tyre që t'i rezistojnë problemeve financiare. Kështu kjo e bën pothuajse e minimizon mundësinë që artistët të këndojnë live. Se le të themi edhe në ato vende ku këndojnë me playback, në rastin e do kishim artist mund të këndojë live. Po ne nuk kemi kushte, vetë artistët nuk kanë mundësi dhe kjo është për shkak të nivelit tonë ekonomik si shoqëri. Por gjithsesi, prapë them që edhe në botë ku kushtet janë më të përparuara, më të mundshme, ka një rënje të tendencës muzikës live dhe sigurisht ka një ngritje shumë madhe të kërkesës për muzikën me playback. Arsyet janë të ndryshme, janë për shkak të muzikës së re që vjen dhe shihet e publikut, cilat po përqasen muzikën me playback, por nga krahu tjetër janë edhe kushtet financiare. Kështu që janë të dyja bashkë. Mirë, gjithsesi ne nuk kemi marrë përsipër sot, as të dënojmë dhe as të kryqëzojmë ato që këndojmë playback. Ka edhe diçka tjetër. Mendoj që për sa I përket atij momenti që ti bën një këngë për hit apo me videoklip, nuk është e thënë sepse fundit të kënduarit live e bukur është kur ti ke publik përpara. Nëse ti s'ke publik përpara, normalisht që e bukur është ti të bësh më të mirën dhe ajo që transmetohet të dëgjohet bukur, ajo që transmetohet në radio mos të dëgjohen problemet që live I ka të tjerë. Sigurisht që nuk është aq
e bukur e live-it është kur është live, edhe publiku edhe transmetimi, pastaj aty mbetet sigurisht. Prandaj edhe themi që playback-u të paktën ka vlerën e saj në momentin që ti ke një videoklip, në momentin që ti këtë e dëgjon në radio, dhe kjo është absolutisht e vlefshme. Në botë kjo është shumë më tepër se sa këtu, ndoshta këtu kanë filluar videoklipet më vonë, në botë është çelësi kryesor për të qenë i famshëm edhe për të marrë për të bërë një këngë hit. Në momentin që kjo transmetohet në live, pastaj nëpër skena kur ata marrin çmimet e tjera, gjithçka transformohet dhe bëhet ndryshe, në mënyra të ndryshme kënga del dhe aty e ka të bukurën që çdo performancë ketë ndryshimet e veta dhe kjo është ideja e live-it, për të qenë eksakt siç janë në videoklip apo në këngë. Gjithsesi jemi ne që e kemi mësuar publikun me playback dhe flas ne persona që e përfaqësojnë këtë fushë, duhet jenë po ato që ta çmësojnë dhe ta mësojnë pak më tepër me live. Mendoni se rrugëzidhja është shtimi i numrit të formateve televizive, emisioneve, spektakleve si Top Fest, ku ato mund të këndojnë live? Mendoj që arsyeja pse ne jemi këtu në këtë pikë dhe po e diskutojmë, se ndoshta mas shumë kohësh që nuk do diskutohet më, është për shkak se institucionet cilat merren me prodhimin e artit masiv nuk kanë pasur kushte deri më sot që ta bëjnë, ose ndoshta nuk e kanë gjetur çelësin për të kaluar mbi problemet. Mendoj që shumë shpejt në Shqipëri institucionet që prodhojnë art do të kenë prodhimtari shumë të madhe live dhe të mjaftueshme për këtë pjesë. Jam dakord me Anjezën që live-i e ka të gjithë ndikimin me publikun dhe lidhet gjithmonë në raport me të. Kështu që mendoj që shumë shpejt edhe ato festivale apo media të tjera që prodhojnë muzikë do të kalojnë në sistemet live, po s'do të harrojmë që muzikë live bëhet aktualisht edhe në institucione të tjera ndoshta që janë më në modë, siç mund të them opera apo të tjera institucione. Pra muzika live në Shqipëri ekziston, por në këtë format me masivitet, me publicitet madh mediatik, është më mbrapa, po ja që Top Fest po e thyen të akull dhe me siguri dhe festivalet dhe televizionet e tjera do e arrijnë këtë shumë shpejt. Elvana? Unë vetëm doja të shtesja diçka në pjesën e muzikës të luajtur playback, që unë mendoj që të paktën nga eksperienca që kam pasur me koncertet e shumta edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, kërkesa më e madhe nga vetë publiku dhe jo e ndikuar nga ne artistët është për muzikën playback, sepse është ajo muzikë që dëgjon në radio apo televizion, edhe duke qenë se shumë e vështirë të realizohet live, vazhdon është publiku ai që bën zgjedhjen për ta dëgjuar këtë muzikë playback. Po, dhe që është e përfitimi fundja, sepse ne këngëtarët, kur shkojmë me band, unë përgjithsisht shkoj të këndoj me band. Është edhe kosto që kostot janë shumë të vogla se sa kur unë këndoj playback në diskotekë, dhe kjo është gati absurde, do të thoja, për fat të keq, që është tek neve dhe është e vetmja gjë që duhet fillojmë neve është të konceptojmë dhe ta vlerësojmë live-in së pari edhe në kosto. Ti kur merr një band live duhet mendosh që duhet të vlejë shumë më tepër dhe duhet kesh guxim ta kërkosh teksa që të performojë. Por duke qenë se tek ne ka funksionuar pak mbrapsht kjo pjesë, deri tani akoma nuk kemi mësuar që kujt duhet t'i japim vlerë dhe kujt jo. Megjithatë unë do shtoj që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë ndodh që performancat të paktën në kohët e sotme, performancat më të suksesshme, më të mira, më të bukura që bëjnë artistë të mëdhenj botëror, realizojnë playback. Nuk realizojnë live, kështu që po patjetër, prandaj e thashë pak më parë që nuk do i dënojmë, nuk jemi këtu për të dënuar këngëtarët me playback. Ndërkohë një çështje që pora puna për muzikë dhe këngëtarë flitet dhe diskutohet shumë është një raport mes komercializmit dhe profesionalizmit. Si ruan Elvana këtë raport? Në këtë pjesë bashkë me Florin jemi shumë të kujdesshëm të krijojmë një balancë shumë të mirë midis këtyre të dyjave, pasi edhe kërkesat e tregut janë të tilla. Unë personalisht jam munduar që të tregoj me kujdes në këtë pikë, dhe kjo gjë mendoj që është edhe parë nga vetë projektet që kam prezantuar në kohë të ndryshme, që do të thotë jam kujdesur që të merrem edhe me pjesën komerciale, duke nxjerrë këngë të cilat më bëjnë edhe më të kërkueshme në treg,
Edhe sigurisht do kujdeset edhe për pjesën profesionale, duke punuar me imtësi në ato këngë që kanë mundësi të shikohet kjo gjë, në ato këngë që kanë mundësi të prezantohen në vendet e duhura. Po kam përshtypjen se edhe komercializmi përfshin profesionalizmin. Mund të kemi një hit komercial apo një klip komercial të punuar me profesionalizëm, apo jo, Dori? Mendoj që në thelb vetë muzika i shërben pjesës shpirtërore të individit, njeriut. Dhe në pamje të parë, neve të gjithë si individ nuk merremi me çështje teknike, merremi me çështjen sa ajo ndërhyn në emocionet tona dhe na plotëson atë gjendje që neve kemi nevojë, gëzim, trishtim, hare, ritëm, dëfrim. Nga ky këndvështrim, duke parë që muzika është në shërbim të njeriut, mendoj që këto terma bashkohen me njëra tjetrën, sepse ato plotësojnë njëri tjetrin. Në raportet shkencore, duke studiuar muzikën si një shkencë, këtu ka vënd për gjykim, që të shikojmë një nivel më të lartë profesional të një krijimtarie, apo një teknike të përdorur në orkestracion, apo një artisti, timbri, teknik vokale, etj. etj. Si thua, është një teknik të cilën mendoj publiku i gjerë nuk është interesuar. Madje e shpërfill në mënyrë shumë të thjeshtë. Prandaj neve sot jemi në këtë kohë ku muzika komerciale publiku nuk e percepton, e prezanton vetëm një elitë artistësh të cilët mundohen të frenojnë shpejtësinë e madhe me cilën ajo ecën. Por unë personalisht them që në rast se artistët do t'i bëjnë bashkë pjesën komerciale duke i shërbyer publikut, duke ia plotësuar nevojat në shihet që ata kanë, dhe duke futur patjetër edhe shihet profesionale, duke edukuar në një farë mënyrë shihet e publikut, mendoj që kjo do të jetë një vazhdimsi e pranueshme për shumë kohë. Tashti po të bëj një kthesë të vogël, në rast se neve kujtojmë përpara 70 vjetësh në botë mbizotronte muzika jazz, e cila kishte një teknikë të jashtëzakonshme, që pothuajse në kohën e sotme është harruar komplet dhe nuk përdoret. Dhe të gjithë ata që bëjnë sot muzikën pop apo rock janë pothuajse të gjykuar nga elit grup artistësh, të cilët thonë ajo nuk bën një muzikë me një nivel siç kemi bërë ne. Ashtu ndodh sot me muzikën house dhe muzikën R&B, janë pothuajse të paragjykuar nga artistët që prodhojnë pop dhe rock. Dhe shumë shpejt do të vinë stilet e reja të cilat do jenë paragjykuar nga brezat e tjerë. Mendoj është dhe pak çështje shihesh, çështje breza dhe çështje kohe. Po, mendoj që me kalimin e kohës do të jetë shumë vështirë. Jam dakord të Dori me ty që muzika edhe komerciale edhe profesionale mbetet muzikë, përsa ka ajo arrin të depërtojë në publik, më mendoj që ka kryer misionin. Megjithatë duhet vlerësuar më tepër artistët të cilët bëjnë muzikë nga pasioni, sesa ato që e bëjnë thjesht nga një përllogaritje e shitjeve të CD-ve apo të albumeve. Ne duam gjithsesi muzika është bërë pjesë e biznesit, dhe biznes shumë i fuqishëm. Po kjo nuk do thotë i mungoj pasioni. Absolutisht nuk mundet do, sepse nuk shkon dot gjatë. Nëse bën diçka tjetër nuk shkon dot gjatë. Gjithsesi mendoj që më shumë ne përdorim shumë këtë fjalën komercialitet, gjëra të tilla, ndërkohë nuk dim ndoshta edhe vlerën që ajo ka. Komerciale duhet të jetë diçka që duhet shitet, dhe nëse nuk shitet, nëse publiku nuk e ble ato që ti shet, atëre s'ke bërë asgjë, le të themi. Është një prodhim gjithsesi. Moment se sa me shpirt apo pasion e ke, kjo është pjesë e publikut që e zgjedh pastaj. E ndjen, është diçka e ndjer. Do të thoja që edhe pjesa e komerciale ose ajo e keqe që unë e shoh si një pikë të zezë në këtë pjesë të bukur që arti ka, është mënyra se si ndonjëherë ne kompromentohemi, në kuptimin që muzika kompromentohet dhe shitet si një gjë e keqe në kthonjza, shitet si e mirë. Kjo është ajo që unë do doja që në të ardhmen të bëjë gjithashtu e bardhë. Elvana? Nuk kam asgjë për shtuar. Faleminderit Elvana. Mirë, se ne folëm kaq mirë për live-in. Unë të them për interpretimet live. Po ke të drejtë. Po ndonjë eksperiencë jo të këndshme. Kjo vlen për Elvanën dhe për Anjezën, që kanë kënduar live në skenë gjatë interpretimit live. Ka plot. Unë e kam filluar dikur me harim tekstesh,
që është e tmerrshme, po që Dhe që ndodh në të raste apo i futet la kam dhe... qenë ethe atëre dhe kam haruar komplet pjesën e parë të strofës dhe mos shifni ashtu. Se më duk shumë sikur më këtua komplet ai moment. Ku mbas meje pastaj e harruam të gjithë si grup nga që e jep një emocione. Ishte i gjithë ideja dhe unë çfarë bëra, ai që gjithsesi mësohet edhe me skena dhe që në fundit i shkon në skena. Mua ma vlerësuan për faktin që u kap në kontroll edhe që u bë me Erçan Rënën dhe u kalua. Është e çuditshme kjo si ndodh me artistët në përgjithësi se si harrojnë në këto tekstet e këngëve live edhe që të ndodhur kjo gjë. Po edhe mua, tek sa dëgjoja njëzën kuptuan që mos më shikoni ashtu sepse është një gjë që na vjen të gjithëve besoj. Mbase përqendrohemi shumë në atë pjesën për të dhënë emocion, në pjesën teknike, pjesën e vokalit, zëri që të jetë sa më në formë dhe pjesën e tekstit e harrojmë, po që e rëndësishme është në fund fare të jetë një performancë e mirë dhe emocionuese. Isha shumë e lumtur t'ju kisha këtu në studio sonte të treve. Shumë faleminderit për mendimet tuaja dhe ju uroj një verë jo vetëm sa më të këndshme për ju, po edhe më frydëzënëse për spektatorin që unë ndjek dhe pret nga ju prurje të reja. Doriani si kompozitor dhe Anjeza Melvanën si këngëtare. Arti në këto momente e mbyll me rubrikën e tij të përhershme DJ Moment, ku këtë herë kemi përzgjedhur për ju një div, një aktore dhe jo vetëm, një këngëtare, performuese që shkëlqen nëpër filmat e saj. Flasim pikërisht për Marilyn Monroe, e cila sot e kësaj dite luku i saj mundohet të përvetësohet dhe kopiohet nga mjaft aktore, këngëtare botërore. E ndjekim gjëra të thëna dhe të pathëna mbi Marilyn Monroe në DJ Moment dhe bashkë mos harrojmë të hënën tjetër në orën 21 në emisionin e Arti në kanalin ti. Natën. Mbijetoi vetëm 4 vjet. Për të fituar para me punën e saj, Norma Jean punonte në një fabrikë armatimesh. Atje ajo i tërhoqi vëmendje një fotografi të ushtrisë dhe ai e angazhoi vajzën e re si modele për kopertinën e revistës së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Young. Menjëherë Monroe u kthye në një pin-up girl e preferuar prej ushtarëve amerikanë. Në vitin 1945, Norma Jean u bë e njohur si fotomodele në mbar vendin.
këngëtaren Sugar, e Happy Birthday, Mr. Po Fryner, kjo sken nga filmi Viti 7 i mallkuar i